Veprimet e ATK-s nuk janë të rëndësishme vetëm për tatimpaguesit dhe administratën e vendit. Deklarimet për tatim shfrytëzohen për të mirën e përgjithshme, tha Mentor Hyseni, drejtori i ATK-s. Me një raportim të drejtë dhe të saktë, jo vetëm që ne mund të krijojmë politika fiskale si shtet, ne si administratë tatimore mund të planifikojmë kontrole të ndryshme ose shqyrtim të problematikave të ndryshme, por edhe institucionet tjera, si që Prokuroria e Shtetit, Policia, të gjitha institucionet mund të furnizohen me informata të drejta dhe të sakta dhe të marrin vendime të duhura. Strata tatimore e Kosovës tashmë e ka dëshmu, besoj, se është e përkushtuar që përmes komunikimit të hapur dhe bashkëpunimit me komunitetin e juaj, përkatësisht, të rritë nivelin e transparencës, korekcisë dhe ndërgjegjësimit tatimor në vend. Elvira Ibrahimi Hoti, kontabiliste dhe auditore, tha se eliminimi i paqartësive në pasqyra financiare dhe tatim lehtëson të bërit biznes. Dikur u dha jeta për vendin tonë, ndërkaq sot nga ne pritën kontribute të tjera, pritën përgjegjësi të tjera. E njëra ndërto është edhe pagesa e tatimit, pra deklarimi sakt dhe me kohë i tatimeve, është pra kontributi për buxhetin e vendit tonë. Transparenca i kontribon zhvillimit, ndërsa përmbushja e tatimeve kthehet në të mira materiale kolektive, është akti përgjegjësisë për shtetin dhe mirëqenien institucionale e shoqërore, u tha me këtë rast.